Ky refuzim ka për bazë frikën e Edi Ramës për të lëshuar karriken kryeministrore dhe për të lëshuar kështu garancit që përmes karrikes kryeministrore ai ka dhënë tash 3 vite e gjysmë krimit organizuar dhe narko-kartelit në narko-republikën që ka ndërtuar me duart e tij. Partia Demokratike angazhohet solemnisht para qytetarëve shqiptar që me një qeveri teknike të zgjedhjeve të lira e të ndershme, të zbatohet plotësisht ligji për dekriminalizimin, të luftohet droga, të krijon kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të nisë zbatimi pavonesë i vetimut sipas përcaktimeve kushtetuese dhe marrëveshjes politike të 21 korrikut. Të vendosur do të vazhdojmë qëndresën tonë në këtë monument të lirisë, në çadrën e lirisë, në sheshin e lirisë dhe javën e ardhshme do të nisim përshkallëzimin e mosbindjes civile anë e mban Shqipërisë.